për Bajqinovsin? Se e ka... Do shta pyetjen mi apo që e boni drenori, po ky ma vjedhe pyetjen edhe. Po, a e ka me marrëveshje ato apo jo? Jo, po ka qenë intereset të gjithë neve me ditë. Mos i kopjoni detyrat. Sepse na dje mbrëmi tham disa mundësi pse boni që të extra time. Dhe as më vajili me gjasë nuk i diti. Ndoshta ju ndërprej lidhja direkte, për shkak që kishim ta pyesim për emën tjetër eventual, nëse do ketë dikush të guxoj, shembull në vend Kurti thotë unë dal për kryeministër. Ta merr mendja ty Halil që ka guxim partia do të absolutisht. Shiko, se tash u kthym prap në fillim me qenë se mu dha mundësia, po e them që vetë Lumir Abdigjiki keno ta kum dërgu ty, ka thonë që kemi diskutuar për qeveritë të gjithëpërfshirëse. Kështu që, kështu që zoti Matoshi asnjëherë në këtë studio të pavërteta s'ka folur. Po, Lumir Abdigjiku e ka dhënë atë propozim, o Halil, ai s'ka... Jo, më fal. Ky po thotë që sipas një lojme, ky po thotë që u diskutu nga aktorët të ndryshëm politik, jo veç nga ai. Po, diskutuar, ai nështë ai ka diskutuar vetë atë. Ky specifik nga kosh Matoshi. Jo, unë alu shoku deputetja LDK-s po ashtu e kin media, thot që po kthehemi në kohën ku LDK ka propozuar qeveritë. Po, ajo ta ma puna ta thot një qendrim tjetër. Xhamet Haliti PDK-s po ashtu e ka një deklaratë që thot mas mirë të josh. Domethënë, unë e thash që ka zona në gjitha partitë. Ama, okej, në rregull, kjo e dyta. Ta unë përcaktu për zgjedhje. Kë takimi i Albin Kurtit me Vjosa Osmanun me kum thonë edhe një natë përpara 2, mundet mu bo kur do, se komunikim normal inshallah du të me pas si lider politik të vendit që janë, të shtetit, por edhe me dasht, kjo legislaturë nuk ka më legitimitet me kriju qeveri. Prandaj, sa më shpejt zgjedhje, sa më shpejt qeveri, sa më shpejt votohet buxheti, i cili, do më thonë, nuk e falë buxhetin e Kosovës, parën e taksave të qytetarëve për zgjedhje. Në 250 milion, ku ka me i marë. A din dikush më tregu cilës linë ja merë? A që në kanë linë, do më thonë, zoti Bajqinovci, 250 milion ndihma sociale, rrogë Probën matull, do më rrogë minimale 500 euro dhe i sa arsimtarët e policë të kini me 500 euro rrogë normale. Ja, nuk është e vërtet që policia ka 500 euro rrogë. Varësisht, shka që i mirë, zoti Bajqinovci. Policia thjesht e ka 700 euro, mbi 700 euro pakër. Policia thjesht. Nuk e di... Që ka 5 vjetë përvoj pune. 5 vjetë përvoj pune, e tuti e ka 700 euro. Ai që e ka 3 muaj përvoj pune, sa ka polici thjesht, zoti Bajqinovci? Po 85% të policëve në polici... I ka 500 euro, zoti Bajqinovci, sa poga minimale juja. Nga 9.000 policë, unë po t'jap me shifra zërdore, nga 9.000 policë, sa janë 8.500, 75% e mbi 5 vjetë përvoj pune. Veç edhe njën e sa është që i ka 500 euro, do më hanë, unë e po ta drejtë. Veç njën e sa është. 3 vjetë e para paguen... Në regull, do më hanë po ta drejtë, unë e po. 250 milion, cilit resor, cilës linë bugjetore, keni mja marë që me i falë, që s'pe kuptoj. Zëti Matoshi, gjdo gjë, është e bazuar në linja bugjetore dhe asgjë nuk ka rritje që mund të dëmtoj apo mos të ketë zëtime të mjetër për këtë. Sepse kemi një ministër financave cili është shumë i saktë dhe... Asnjëherë, veç i saktë nuk ka qenë asnjëherë, më falë. Krejt mund me konë gjeni, po veç i saktë jo asnjëherë. Ja, i saktë është edhe nuk ka asnjë premtim i cili nuk përmbushet dhe nuk ka... Po nëse cilëson saktësi që... Nëse zoti Bajqinovci... Nëse cilëson saktësi që Maliu i kishtë dalë Kosovës me pagu mercenar se ushtri qlimtar. Ashtu po e panoj. Çështjen e rritjeve, për që ne kemi pas premtim elektoral rritjen e pagës minimale në 500 euro dhe këtë e kemi bërë tash. Dhe fatkeqësisht... Jo, nuk e keni bërë, kjo është veç propozim, zoti Bajqinovci. Kë nuk kalon. Kush ka me ta votu, zotni? Është edhe në dorën e opozitës ta votoj që një kamarja... Ju po doni me gjithë pajtojë tash, edhe i pajtojë kujdestarë. Po duhet me votu. Duhet? Me çfarë obligimi? Për çka?
Po mirë dhe, po duhet vinë kuvend. Për të mirë